shumë shpesh. Fare merri moment pauze. Zero. Ti duhet të festosh, tani të lumturosh. Edhe unë, po, ta këshilloj dhe unë të një moment pauze. Unë s'kam marrë këtu të bëj pauzë. Unë s'kam marrë këtu të bëj pauzë. Gjithë kemi marrë pauza, goditje. Fare, unë nuk kam marrë këtu të bëj pauza. Momentet ndryshme. S'kam marrë këtu të bëj pauza. Fare, s'kam marrë të bëj këtu pauza. Nuk është besoj shumë e thjeshtë të kuptosh që një detyrë shumë e thjeshtë që gjithë ne kemi, ne jemi aq të aftë edhe të rritur ta kuptojmë që mund ta bëjmë. Më respekto të lutem gjendjen time emocionale. Po, okej, në rregull. Po çfarë të nevojitet për gjendjen tënde emocionale? Qetësi. Po janë gjëra që ke ardhur për qetësi ti këtu? Po patjetër. Ke ardhur për qetësi? Me momente është. Po lëri momente. Do loja edhe qetësinë edhe stohin. Edhe stohin edhe qetësinë. Qa qetësi e don ti? Ti ka ardhur me Republikut për qetësi? Unë erdha, po do ta shikojmë kush ka, do ta shikojmë kush ka, ti do me bo, qa roli do me bo tani? O Angelo, qa roli do me bo, aman? Qa do të shohin gjithë? Qëfar do të shohin gjithë? Qëfar? Shpjegoj me fjalë, qëfar? Gjithë rolin që po mban. Unë qa roli, unë jam Juela. Copy-paste me gjithë njerëzit. Absolutisht jo. Ndroj emrin. Absolutisht jo. Po? Placeholder aty ndrysho emrin. Fare, absolutisht. Njerë me Lornën, njerë me Loren, njerë me Ka probleme me të gjithë, nuk ka probleme. Kush është problemi? Po ideja është i radhës. Çuditërisht, ju keni mbajt një pozicion pak ndryshe mbasi unë jam zgjedh lider. Çuditërisht, dhe kësaj nuk i dihet për çfarë arsye. Arsyen e dini ju. Jo, arsyeja e dini ju, edhe ai atje e din shumë mirë. Po, arsyeja dihet. Patjetër sepse ju e dini, unë po. Ti nxjerr malin nga loja me këtë gjë. Dhe kjo është gjëja që s'do ta kishe bërë. Absolutisht, kush je ti për ta? Po jo, unë do ta fus në lojë malin. Unë do ta fus në lojë shumë mirë. Mirë mendoj si dush, sa po e nxorë nga loja. Jo. Sepse ai nuk ka imunitet aty. Absolutisht. Dhe janë 6 veta të cilët aty nuk po shifen për momentin. Do me thënë do doje të kishe shku ti aty? Shifen shumë më pak. Do doje të kishe shku ti? Pra Eugjini, pra është problemi juaj ky? O Angelo, ky është problemi juaj. Ky është problemi juaj, o Angelo. Ti tani do më ndëshkosh mua për faktin që ti do doje të isha atje me Eugjinin. Duaj pak përqendrim vëmendje këtu, me tregu dhe janë tjetër. Unë besoj që të duhet dhe ty e Eugjinit këtu. Çfarë? Përqendrimi. Unë ta kam thënë. Po shumë mirë, na duhen gallatat pra. Na duhen gallatat. Më pëlqejnë gallatat. A mund të shosh unë po? Gjithë mund shkoshin përveç juelës. Do ishte dinamikë më interesante. Ka rëndësi për dinë. Ti thjesht hoqe malit, se unë ndjeve vetë rrezikuar. Jo, absolutisht. Unë besoj që ju do ta dini ta justifikoni pak më me argument këtë gjë. 4 ditë në klip është vetëm 4 ngacmime që mund të bëjmë mirin atje edhe kaq. Po shumë mirë, kështu e mendova unë. Kështu e mendova. Dhe ti që vendos çfarë të bësh, si ta bësh, e din ti. Si? Mos që e bëra për mirë. Unë se kam bërë për mirin. Unë se kam bërë për mirin. Kush tha e kam bërë për mirin? Fare. Unë nuk e kam bërë për mirin. Për mirë. Për mirë jo. E nxore për mirë, se e kam parë në gjumë, the. I thash, absolutisht, po mirë, motivet që ja pun janë motivet e mia. Po dakord, po ishe liderja, duhet zgjidhni gjë për shtëpi. Shumë mirë. Po gjithë për shtëpinë është zgjedh. Po, është gjithë për shtëpi sepse në atë moment ishte i domosdoshëm për mua, ishte domosdoshëm ashtu të veproja. Nëse kishe problem në gjumit e të gjitha? Jo. Jo, unë ato i thash. S'është ai ishte shumë, o ju Bugatti, mori rrobat e gjitha. E sa me qef që kisha marrë atë gjë? Po, edhe unë e kisha marrë shumë me qef. Po. Edhe çfarë unë do jem përgjegjëse për ju do gjykoni dhe jeni vu kundra dhe ju jeni vu kundra diçkaje që sipas jush keni parashikuar diçka. Në kod tim ti je më poshtë tani mendoj. Po, edhe unë kam hyrë këtë shtëpi dhe një ditë do ndalim gjithë. Po të kishe mundësi se lideri nuk është bërë që të shfrytëzohet.
Absolutisht nuk kam shfrytzu. Unë nuk kam shfrytzu, unë kam pas një avantazh. Edhe unë kam arsyetu sikur du. Lideri që shfrytëzoi postin doli. Ti je i pari që ke menduar për vetëm tënde. Angelo, je i pari që ke menduar për vetëm tënde. Lideri tregon unitet dhe liderin e parë ja ku e ke. Akoma këtu gëzon respektin e gjithëve. Lideri i dytë që e shfrytëzoi doli. Jemi dakord? Tani ti do thuash dy shembuj nuk tregojnë asnjë lloj gjëje. Rregullo mikrofonin. Nuk ka lidhje nuk tregojnë asnjë lloj gjëje. Ama të paktën 2-2. Fare, nuk ka lidhje fare ajo që thua ti. Po dakord, po ti po e tenton ta tani të rrisësh autoritetin kur nuk e ke. Jo, s'është absolutisht. Jo, kush ka votuar? Kush ka votuar? Senun mund të krahasosh mua me Senun, me një person që nuk është tu brenda, që ka rrezikuar për një penalizim. Unë nuk jam person që shiko, mos i ngatro gjërat dhe mos e devijo vëmendjen. Vëmendjen leje këtu edhe merri përballë të gjitha gjërat që ti thu, edhe si do t'i thush, Ti thjesht u tregove shumë egoiste tek ajo gjëja. Jo, po ti sa je egoist. Unë nuk jam absolutisht egoiste. Për gjithë. Jo. Unë kisha vendimin për të marrë edhe vendimi im nuk mund t'i kënaqet gjithë. Nuk mund t'i kënaqet gjithë. Po t'ishe ti lider, që këtë të çoshë? Do çeja Eugjinia. Arsye? Okej. Arsyeja sepse jo. S'është thonë. E ke shumë në lojë. Ka një ndarje shumë të madhe për momentin midis dy anëve të shtëpisë. Po secili shef unë në vetë. Jo, Do ta dëgjoj mendimin tonë. Ideja është kjo që sado ti të duash të komunikosh atje, informacioni i cili i jepet mund të duam, mund mos duam ta ndaj me pjesën tjetër të dhomës, sepse gjithsecili flet me një nga ata 6 që janë atje. Kurse duke pasur një njeri me besim, sikurse ka mund tek Eugjini, do dinim shumë mirë se si ta menaxhonim dhe deri diku edhe duke unifikuar dhe duke futur bashkë në lojë të dyja anët e shtëpisë, që për momentin nuk janë, sepse nuk është bashkë që ti të çosh një cigare poshtë dere. Okej, mund dërgosh një mesazh, një lloj informacioni, po është vetëm një 30 sekondësh bisedë që bëhet. E ke garantuar me atë thot ti Angelo.